si mas shumicës njerëzve, atëherë satisfakcioni është shumë i madh sepse një person i cili me punën e vet arrin me përmirësu kvalitetin e jetës me një qytet si Prizreni, unë mendoj që është problemi më i madh që mund me marr. Edhe shumë shpesh rrugës me qytetar, unë shkojnë punë me biçikletë, jo kur bjen shi, kur është koha mirë. Edhe shumë shpesh nalën me qytetar rrugës, bojnë pyetje, ju kthej përgjigje. Ka njëherë ju pëlqen përgjigja, ka njëherë s'ju pëlqen, po komunikimi është shumë spontan. Jemi mësu na me ju pa më të paprekshëm. Kështu që sa ka rëndësi kjo që m'ja zgjat dorën një qytetarit edhe m'ja dëgju një hall deri në fund edhe mos me i premtu, pas qeni sigur që realizon. Po unë mendoj që kjo koha e politikanëve apo kryetarëve të komunave të paprekshëm ka kalu, sepse kryetari i komunës është një në mesin e të barabartëve, edhe ashtu duhet me një veten, edhe ashtu duhet mu sjell edhe më komuniku me njerëz pa protokoll, pa komplekse, pa paragjykime. Përgjigjet kur t'ju jap, kur janë pozitive ju pëlqejnë. Kur janë pozitive nuk ju pëlqejnë, mirë po i pranojnë. Sepse kur t'ja shpjegon dikujt me argumente që një punë nuk ka mundësi mu kry për këtë arsye, e pranojnë, nuk bën problem. Mirë po normal që kur ka mundësi me kry punë dikujt, ndjenja është më e mirë, po është shumë e rëndësishme se është edhe një satisfakcion edhe për mu kur dikuj ka mundësi m'ja plotësu një motiv, m'ja kry një punë, m'ja lehtësu një situatë apo një rast. Cili ka qenë një koment që akoma e mban mend dhe thu shumë mirë që jam këtë pozitë që ka mundësi me e plotësu. Një koment që po të bjen mend. Po ka pas raste që për shembull vitin e kaluar kemi pas një situatë kështu pak më jo të këndshme, kanë eksploduar disa petardhe. Edhe ato kanë shkaktu dame këtu me një lagje që nuk është shumë afër, shumë larg komunës. Edhe ne kemi dalë aty në vend ngjarje se kemi pasha ka ndodhur. Edhe pastaj aq sa kemi pas mundësi, kemi kontribuar me u kompenzu damat aty në personave. Për pjesën tjetër kemi bën një raport dhe kemi dërguar nëpër ministri, edhe kur e sheh që njerëzit kanë psu dam, edhe sheh që po ki mundësi me u ndihmu, është një ndjenjë e mirë. Në anën tjetër, nëpër fshatna për shembull ku shkojmë, fshatarëve të cilët kanë pas problem me lëviz, që ndërton një rrugë, edhe ja plotëson një motiv, ndoshta me dekada që s'kan mujt me plotësu, edhe ata të falenderohen e nin veten mirë, është një satisfakcion, është një farë kënaqësie të punës edhe të marrës me profesion, po ka njëherë edhe momente të kundërta, kur të akuzojnë pa lidhje dhe pa arsye, ti duhesh mu përmbajt, për shkak se kryetari i komunës duhet me qenë gjithmonë në nivel të pritjeve edhe nuk ish dasht me reagu në mënyrë të pa kontrollume, mirë po ai kontrollim i reagimeve të harxhon energji, ama gjithsesi duhet me pas kontrollin e reagimeve. Për fund një mesazh për gjeneratat e reja, çka është politika dhe ata cilët studiojnë për këtë drejtim, po kanë dëshirë të bëhen shumë shpejt, edhe mendojnë që është një rrugë e lehtë me u bë. Politika... Një jap 3 gjëra të forta që duhet të ketë një, mos themi direkt lider, po të paktën një politikan modest. Mas pari me theksu që politikën e kanë demonizu pak të në Kosovë. Marrë me politikë është sakrificë. Edhe veç ata që mirën vetë me politikë e di çka hjekin, në për çfarë sfida kalon dhe në për çfarë faza kalon. Gjeneratat e reja që dojnë me marrë me politikë, unë i inkurajoj, sepse nëse ata që i vlenë, ata që janë të mirë, nuk mirën me politikë, kanë me kriju terren edhe hapësinë që mu marrë me politikë ata që ndoshta nuk e meritojnë. Prandaj sa më shumë djemë dhe vajza të reja që kanë potencial, që kanë kvalitet, mirën me politikë, gjasat janë më të mëdha që na kemi me pas një nivel më të mirë të politikë bërjes. Çka duhet me pas? Duhet me pas mas pari një vizion të qartë, ka po don me lëviz, duhet me pas energji edhe guxim, edhe mos mu frigu nga dështimet. Nëse friguesh, mos po gaboj, mos po dështoj, mos ndoshta nuk po kam sukses, atëherë më mirë është mos me hi asaj pune. Çdo vetë besim, guxim, siguri edhe vizion i qartë ka për të me lëviz, edhe nuk ka kompromis me vlerat. Këto janë gjëra shumë të rëndësishme. Këto janë pyetje vlerat, orientimi i Kosovës euroatlantik, nuk ka kompromis. E kjo duhet jetë e qartë për secilin. Kryetar, shumë faleminderit për kohën edhe vullnetin në mes të angazhimeve, dhe pse është fundjavë, keni angazhime, të falenderojmë shumë edhe të presim edhe në projektet e radhës tashmë që veç i pas kemi. Faleminderit edhe juve, edhe ju presim prapë në prezent, ndoshta në ditë tjetër kur është koha më e mirë me dalë edhe në Shëndervan pak. Patjetër. Dhe me pas çka kemi punuar, çka kemi. Shumë e madhe.